Këto pamje tregojnë për masat e përmbytjes në fshatrat e Libofshës në Fier pas dëmtimit të argjinaturës së Semanit, çka ka bërë që uji të vërshojë në 10 hektar tokë bujqësore. Rreth 20 banesa po ashtu u rrethuan nga uji në fshatin Hasturkas. Forcat e ushtrisë dhe emergjencave civile u shkuan në ndihmë për të nxjerrë nga zonat e përmbytura qindra bagëti që rrezikoheshin nga niveli i ujit. Kjo zonjë i priti me lot në sy burrin e djalin që ishin bllokuar në stanin me 200 dele mes ujit. Erdhi ujë me forca ti. Këto pamje ndërkohë tregojnë momentin kur forcat e emergjencës civile arritën të lokalizojnë përmes dronëve 2 barinj që kishin humbur kontaktet prej ditësh në zonën e përmbytur të Kularit. Ata ishin zhvendosur në një zonë ku uji nuk i rrezikon bashkë me gati 200 krerë lop, për të cilat kujdesen dhe pas vendosjes së kontaktit me telefon nuk pranuan të largohen. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku që mbërriti në zonën e Libofshës pas ditën e së martës, tha se situata po shkon drejt përmirësimit. Nga ana tjetër, nuk parashikohet në 2-3 ditë në vazhdim që të ketë rreshje dhe kjo do jetë koha për të rikuperuar edhe dëmtimet që kanë ndodhur në argjinatura. Në Shkodër ndërkohë, në zonën e Obotit, niveli i ujit shkon në 110 cm dhe varkat mbeten e vetmja mënyrë për të lëvizur drejt fshatit, por në raportin për të gjithë bashkinë, situata raportohet në përmirësim. Ndërkohë zonat malore në të gjithë vendin ku shënuan rreshje dëbore janë përfshirë nga temperaturat të ulta. Rrugët raportohen të kalueshme, por drejtuesit këshillohen të përdorin goma dimërore dhe respektimin e rregullave për të shmangur çdo rrezik të mundshëm nga ngricat.